Unë për me vazhdu bisedën, kisha pas dëshirë që zotëri Shaban Boksi, edhe njerë të rejë mirëseardhje, edhe falenderoj për prezencën e juaj, duke di që zotëri Shabani ka qenë edhe bashkëpunëtor, edhe ka këndu bashkë me Hasan Qamil. Baca Shaban, shka kështë mujtë më na kujtu diçka që ti për shembull deku të shkon në dynja nuk e harron? Po, unë kam shumë kujtime me Qamilin e vogël, sepse gjithnjë jam edhe sot me Qamilin e vogël, jam me këngët e tina, me tekstet e tia, me zërin e ti, me ekzekutimin e ti në këngën, dhe jam gjithherë me shoqërinë kulturore artistike të cilën e kom pagzu me emrin e Qamilit vogël, këtu në Prishtinë, kështu që gjithherë jemi me Qamilin e vogël. Mirë, po kam shumë kujtime, thashtë më parë, në vitin 1978 ka orë Qamili vogël më tha: Shaban Boksi, tash ti ki me orë me mu me shku në Zagreb. Ne ju kërton Zagrebin, kur ishte edhe përfaqësues për Kosovën, Qamili vogël, se për këtë këngëve dhe inqizimeve ne ju kërton, tha se do të shkojme me inqizue do pllaka gramafoni, edhe i zgjedhëm do këngë këtu. Kështu që kënaqësia ime më e madhe ishte ajo kur me Qamilin e vogël unë mora rrugë për me shku në Zagreb, edhe me i kënu për herë të parë me Qamilin këngët që sot asoj dite janë ato këngë në për plakat e gramofonit, në për këngëtarë që i përcjellin, në për breza, edhe kështu që kam dhe shumë kujtimet e tjera. Baca Shaban, i kom pa dhe shkrimet e juja, i kom pa dhe dokumentar që i keni bo. Këtë kjo dashni, a më tregon tash se ti mund është me dash dikon si këngëtar, po kur mishnjohësh edhe në personalitet, ajo është një farë dashnie shumë më e madhe. A është kjo ndashta edhe arsyeja pse ju jeni edhe sot e kësaj dite, domethënë që shëcek edhe vetë me Qamilin e vogël, për pos anës profesionale edhe ana njerëzore, pse Qamil ju ka bo me qenë kështu i lidhën? Me veprat e Qamilit vogël, me punën, krimet e Qamilit vogël, është dhe më parë dhe këngët e tia, gjithë këngëtarët shqiptarë, kur do të qofë që ndodhen, janë me Qamilin e vogël gjithnjë. Mirë po, une si bashkëpunëtori tina, Qamilit vogël, në vitin 2003 e themelova shoqërinë kulturore artistike me emrin e të madhit pavdekshmit Qamili i vogël. Kështu që aty fillon në orë 3-3 instrumentist, këngëtare, valtare. Kështu që bas emrit Qamilit vogël, do thot për Qamilin e vogël, gjithnjë prej asoj dite deri me sot, edhe me të tje jemi ne duke vazhduar, duke kultivuar këngën e mirëfill të Qamilit vogël, të cilat na i kalon amanet, ne t'i këndojmë dhe t'i përcjellëm me përbreza. Baca Shaban, kur keni bo prova në atë kohë, kur keni mbledh para koncerteve, a u kon strikt, a ka pas dëshirë më kon gjithë shkafin vi, mos më thonë den perfeksionizëm? Qamili vogël ka qenë një ndërta, thëmë, maj përpikti që une gjatë karierës time si këngëtar, që kom hasë me këngëtarët e tjerë. Qamili kur thoshte po, ju, e cakte ke terminin për ushtrimet që i bëjshëm, në për oda burrash, në për ku do të qofë se kishte edhe pak probleme sa i përket vendeve për ushtrime. Mirë po, atje, këtu në për cep të Kosovës kemi shkue, e din edhe Remzia, sepse Qamili vogël ka qenë edhe gjurmus i këngëtarëve, instrumentistëve të këngës të cilët e kanë pas talentin edhe i ka zbulu. Një ndërta isha dhe unë edhe Remzia, Shkurtja, Sheretja, Mërtat Mustafa, Mërtin Gjedhë, shumë të tjerë, Seladin Miftarin nga Shkupje, shumë të tjerë, mirë po, kur e loshëm me Qamilin e vogël, për me shku në ushtrime në ora kaq,
filan venin kaq, mu vanue 10-15 minuta, dhe ke vjen keq, që duhet gjithsesi na, që jena këtu, kongën të cilët i kemi para po, na duhet ta krymë sot. Mirë po, kjo vanesa jote, apo asoj, apo ati, e bojke Qamirin e vogël pak nervoz. Sepse vet ishte shumë i përpikt. Edhe kështu që shpeshere kemi shkuar së bashku, kemi kthy së bashku, kemi punu së bashku. Një kujtim do ta ceku, thëtë në filon orën me dalë të ish Bozhuri, në qendër Prishtinës. Të se kena me shkun në shtëpinë kulturën Gjakov. Vesh unaj. Edhe shkum të fiqe, ka pas një fiqë, Qamili e kishtini të angarë, me anar fiqë. Unë tash Qamili vëzit kënë përpara. Se na ullë, aty unë ja kom nisë, e kom vetë për kongë. Qësho që këtë tekst, qësho që këtë strofë, qësh i thuhet, qësh i jetë në kongë, qësh rrihet në kongë, qësh dojnë nga konga, e kërë nga shku në Gjakov, tha, vallohem ke lodhë. Për të kalëzoj, ma shumë ke lodhë, të se fisha janë. Interesant. Kom kujtime shumë të maja. E ke pru dhe një liber të cilën ju e keni shkru për Qamilin e vogël, a mundesh me na tregu pak diçka për librin? E kom ba librin me këngëtarët e muzikës popullore të troje dhe shqiptare. Por normal, një ndër ta është edhe Qamili i vogël, por kjo liber është filluar me Zyhramullën, me nënën e Fitim Domit, edhe mbaron me artistin e madh Fitim Domit. Qamili i vogël është këtu në këtë liber, sepse edhe shumë tjera libra që i kom shkruar, që për Qamilin e vogël e shefti. Kështu që e kom pru këtë liber me të adhuru ty, Visar Peja. Fajndet shumë. Këtu e kam edhe të ndjerin të pavdekshmin Ishmet Pejen, Fajndet shumë. të cilin këngët Ishmet Pejës, punën, veprën, kulturore që e ka bërë. Ishmet Peja kur njëherë nuk do të harrohet. Por, çdo gjonë që e ku mojtë për Qamilin e vogël, Ishmet Peja gjithnjë ka prezentu në për koncerte, në për programet që i ku bërë deri më sot me për Qamilin e vogël. E kështu që edhe është Ishmet Peja. Pra, ty të adhuru këtë liber. Fajndet shumë. Edhe fajndet shumë. Respekt, fajndet shumë. Ju uroj të gjitha të mirat që televizionin 21, edhe ty si Visar Peja, e ke marrë iniciativën për të emituar këtë emision, ka që të bukur e qëllum që gjithnjë do të jenë prezent këngëtarët, si që është Remzie Osmoni, Lendita Hogla, e të tjere, kështu që ju i falenderoj shumë. Faleminderit zotëri Shaban.